Stina e ka ndarë mendimet e tij më të thella në lidhje me largimin nga Big Brother VIP Albania 5 në një intervistë të fundit në Big Brother Radio me Elona Duron. Ai ka shpjeguar se ky vendim ishte rezultati i një reflektimi të thellë personal dhe një nevoje për të rikthyer fokusin tek familja e tij. Në Prime-in e 10 janarit, ai befasoi të gjithë me deklaratën se nuk ndjente më dëshirën për të vazhduar lojën. Ai theksoi se motivi që i kishte shtyrë të hynte në shtëpi kishte humbur, duke e bërë atë të ndjejë si në vendin e gabuar. Kjo situatë e detyroi atë të merrte një vendim të rëndësishëm për jetën e tij. Hyra për të luajtur, por kur dëshira për lojën nikën, gjithçka humbet kuptimin. Përpoqja të ambientohesha, por nuk funksionoi, ka shpjeguar ai. Stina theksoi se ky vendim ishte i tij dhe nuk kishte lidhje me askën tjetër, duke e bërë atë të ndiejë i qetë me zgjedhjen e tij. Pas largimit, ai zgjodhi të mos jepte intervista, por në bisedën për Big Brother Radio, ai zbuloi dimensionin emocional të këtij vendimi. Stina theksoi se familja ka qenë gjithmonë prioriteti kryesor për të, duke e bërë atë të reflektojë mbi vlerat e tij personale. Mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Familja është mbi gjithçka, tha ai, duke nënvizuar se vendimet e tij janë të menduara me qetësi pas një reflektimi të thellë. Kjo tregon se ai ka një lidhje të fortë me ata që i duan më shumë. Stina gjithashtu theksoi se nuk ka asnjë keqkuptim me produksionin apo me banorët e tjerë. Largimi i tij ishte një nevojë personale për të respektuar veten dhe ndjenjat e tij, një vendim që tregon pjekurinë e tij emocionale. Në fund të ditës jemi njerëz, bëjmë zgjedhje dhe ndonjëherë edhe gabime. E rëndësishme është të jesh në paqe me veten, përfundoi ai, duke e bërë të qartë se ky vendim ishte një hap i nevojshëm për të rikthyer ekuilibrin në jetën e tij. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se kjo është arsye e vërtetë e largimit së Stinës nga shtëpia e Big Brother, apo ka ndonjë arsye tjetër më të thellë për largimin nga gara dhe heqja dorë nga çmimi i madh? Komentoani mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!